ishte me ta. Dhe kjo ndodhi kështu derisa njeriu nuk u rebelua dhe nuk ju e shkeli mos bindjen. Pra rënë më deri te molla. Po, deri te pema që quhet, jo molla, po ashtu. Molla e ndaluar. Dhe atëherë kur njeriu pra ra në mëkat, atëherë u ndërprej ky lloj komunikimi, edhe ma njeriu nuk ishte mundësi me komuniku me Zotin sepse Perëndia është i shenjtë, dhe shenjtja edhe e mëkatshmja ose profania nuk kanë mundësi që të përzihen. Prandaj Bibla shpjegon se si pasojë e mëkatit, e rënjes, atëherë njeriu filloi pashtu që të shoh yje, të shoh natyrën, të shoh gjëra përreth, edhe të drejtohet madje edhe mediumeve tjera, shpirtat të vdekur, magjive, magjistarve, faltorve, në mënyrë që të përmbush atë zbrastin që ka për brenda vetëm me komunikimin. Pastaj gjendja e njeriut normal që u përkeqësua dhe më shumë, derisa erdhi Krishti Jezus për të rregulluar nga ata shpirtërës si atë pyetje që e bëra në fillim, pse njerëzit po i drejtohen së fundmi kaq shumë këtyre praktikave, praktika okulte, që janë të fshehta, kështu të mistershme, dhe cila është qasja fetare? Është e vërtet që në botën perëndimore, sidomos tani, këto nga vitet 60-ta e këtej, është rritur së shumti orientimi ndaj këtyre kulteve ose mendimeve pozitive, dikush i quhen kështu meditimin përgjithësi. Pse është kështu? Sepse njeriu mendoj, sidomos në kohën e iluminizmit, se edukimi, arsimi është përgjigje për njeriu. Por perëndimorët e vrenë që nuk është arsimi përgjigje për njeriu. Është e mirë arsimi, por nuk është kryesorja. Dhe në kohët e fundit, çfarë u vërtetua se as materialja madje nuk është përgjigje për kënaqësitë e njeriu. Është në mandatin legjitim të secilit njeri që të gjej kënaqësinë. Kënaqësinë ku? Lumturinë, përmbushjen. Për në çdo gjë. Edhe kur punojmë, edhe kur me ka jetojmë, edhe me ka ecim, duhet ta gjejmë, është legjitime me gjetë kënaqësinë. Por me që ne zgjedhim mënyra ose të shpejta, ose burime të duhura, ose kështu jo nga njerë, por shpesh herë, burimet njeriu i ka gjetë që janë ose të kollajshme, pra ai që quhet mikroval, nxej shpejt edhe për me bëni zgjidhje, kjo nuk ka funksionu kurrë. Prandaj ne kemi kaq shumë religione, prandaj kemi kaq shumë spiritualizëm, kemi kaq shumë zbulesa, gjoja në emër të Perëndisë, ose humanizmit, ose ideve tjera. Por, cili është qëndrimi biblik, në përgjithësi, ose i krishterimit, apo i judaizmit në këtë drejtim? Ishte një profet që kishte vdekur, Samueli, edhe ishte një njeri pastaj i cili ju drejtua shpirtit të vdekur të tij. Dhe kjo është hera parë që Perëndia flet, që njeriu nuk mund të drejtohet shpirtat të vdekur, faltorëve dhe burimeve të tjera ansesi. Pra, përqasja biblike për gjitha këto probleme është jo vetëm se i ndalon, por uzon që ne nuk duhet të ushqemi me këto, sepse njeriu dhe këtu të dy fet në këtë rast janë të njëjta. Domethënë që nuk i suporton. E vërtet që po ka përqasje identike. Okej. Blerina. Ti e ke nis këtë rrugtim tëndin dhe po e konstatoj që e ke bërë një lloj transformimi. Na përshkruaj si u njohe me këto praktika dhe si e pse ndodhi ai transformimi yt. Unë nuk po flas më shumë, po ma përshkruaj ti. Unë që një kohë shumë gjatë do të merrem me praktikimin e jogës dhe meditimit, gati 14 vite, edhe kisha dashur me ndo pak se yoga dhe meditimi nuk hynë të praktikat okulte, kisha dash bile se i kom shkruaj çka janë saktësisht praktikat okulte, se ajo nuk është në lëmin time dhe nuk është e njoh shumë mirë. Ama yoga dhe meditimi mund të na çojnë diku tek ato fshehtësitë, ato janë praktika shpirtërore që shumë shpesh përzihen, edhe është një përzierje që do thotë është mirë na me sqaru edhe me kuptu pak a shumë se për çka po flasim. Do thotë praktikat okulte hen falli me letra apo letra tarot, siç e them më herët, astrologjia, seancat spirituale për
me të vdekur, si që tha dhe pastori, magjia dhe ritualet magjike, thirrja dhe kontaktimi i shpirtave apo entiteteve të padukshme, përdorimi i tabletës Ouija, s'di që shi thojnë në Shqip, po është një lloj tablete që e përdorim për komunikim me botën e padukshme, nekromancia që është pretendimi për komunikim me të vdekurit, rituale për manifestim që pretendojnë kontroll mbi forcat të mbinatyrshme, magjia ceremoniale, ritualet esoterike, divinacioni, metoda të ndryshme për ta parashikuar të ardhmen, e tjera, e tjera, e tjera. Do të thotë, e meditimi nuk hyn te këto, edhe yoga nuk hyn te këto.